3 ditë pasi u gjeti mbytur, familjarët e punonjësit të ndërmarrjes komunale Plazh Astrid Hysenaj kanë thyer heshtjen. Mbesa e të ndirit Klediana Bershani hedh poshtë pretendimin e Bashkisë së Durrësit që sipas tyre 54 vjeçari nuk ka qenë në detyrë në momentin që ka marrë rrjedha ujit dhe ndodhej jashtë orarit të punës. Sipas familjarës së të ndirit, daja i saj ka qenë në punë në momentin që është mbytur në kanalin Kullues në zonën e ish repartit ushtarak. Dyshojmë ku ka rënë është pikërisht në kanalin, në një kanal të vogël që është në zonën ku është parë për herë të fundit. Dhe rrjedha e ujit kur të merret të nxjerr pikërisht në vendin që ai është gjetur. Domethënë ne e dim saktësisht thuash, përveç se ku ka rënë dhe ku kanë qenë çastet e fundit dhe nuk mund të përbaltet figura e tij, duke thënë që nuk ka qenë, domethënë ne si familje kërkojmë në këtë pikë pak respekt. Djali i Xhaxhait Osman Hysenaj shprehet se ka në duar pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat dëshmojnë se ai ka qenë në krye të detyrës. Ai në mëngjes, si zakonisht, u nis për punë. Dhe familja nuk ishte dakord që ai nëse duke thënë që mos shko se është kohë shumë të shumshi, ai prapë vesh uniformën e punës dhe u nis për punë. Ne prapë vazhduam kërkimet tona me anë të disa kamerave, gjetëm që deri në ora 8:25 ai ka qenë një person duke punuar. E mëngjesit. 8:25 e mëngjesit ka qenë duke punuar. Dhe edhe siç e tregojnë edhe ato pamje filmike që disponon familja, ai ishte duke mbledh letrat sipër në ujë, në disa kushte që asnjë të rrallë janë ata që mund ta bëjnë. Ne mendojmë se mund ta ketë marrë rrymë ujit. Dhe të nesme në mëngjes pastaj shkuam prapë te policia, bëri prapë denoncimin. Ata erdhen polumbarët, bile se erdhen këtu te vendi ku dyshonim ne. Erdhen ata polumbarët se kanë qenë edhe në vend tjetër në Lezhë. Sjellim në vëmendje që prokuroria e Durrësit nisi hetim kryesisht për viktimën, por edhe për dëmet e shkaktuara për përmbytjet në qytetin Bregdetar. Krye prokuroria e Durrësit Suela Beluli sqaron në urdhrin për regjistrimin e procedimit penal se bazuar në rrethanat se si ka ndodhur humbja e jetës së 54 vjeçarit, rezulton se ka dyshime të arsyeshme për ekzistencën e veprës penale shpërdorimit detyrës të kryer nga personat përgjegjës për mirëmbajtjen, kontrollin dhe menaxhimin e situatës së krijuar për shkak të rreshjeve të shiut. Kujtojmë se Astrid Hysenaj është viktima e parë që humbi jetën gjatë rreshjeve të ditëve të fundit.